Skënderbeu është një person hot në historinë osmane, por nacionalizmi shqiptar, kur u formsua në kohën e rilindjes, po sidomos pas luftës parë botërore, në një kohë kur britanikët dhe francezët shkatruan osmanët dhe ishte një urrëtie masive kundër myslimanëve në Evropë, rilindja dhe ata që bën shtetin shqiptar pas konferencës së paqes kishin nevojë për të gjetur një mit, një hero, apo sikur Ernest Gellner, historiani i famshëm i nacionalizmit, i quan një cub lokal apo një bandit, të cilin do ta kthenin më pas në një hero të madh kombëtar. Gjithsesi ky banditi ka bërë disa betejë që kanë thyer goxha otomanë, nuk e di. Thuhet që 2 sultan kanë ardhur këtu dhe nuk e kapën dot këtë banditin. Beteja ka bërë ai, po muhabeti që në kohën kur ai ka ekzistuar, nuk ka patur shqiptar, se shqiptarët nuk janë ata arbërorët mesjetar. Shqiptarët në 500 vite perandori osmane janë miksje popujsh dhe racash. Le të marrim kryeministrin Rama, që një degë familjes së tij vjen nga vlehët e Voskopojos, një vjen nga Sarajevo, domethënë shqiptarët janë një çorë. Jazaxhi, e kam të qartë kontroversinë tënde për sa i përket kësaj. Padyshim që të gjithë kombet janë përzierje, kalimesh, racash, vetë Italia nuk janë pasardhës romake, por ke një problem të madh që duhet ta shpjegosh, sepse janë ca ishuj të paprekur nga zhvillimi 500 vjeçar, siç janë arbresht e Italisë, që ngjasojnë shumë me ne, me Toskët sidomos, dhe një pjesë e atyre që janë në Venedik ngjasojnë me gegët, në gjuhë, në doke, në zakone, në tipare. Vërtet perandoria otomane kaloi tek neve në ulësirë, patjetër që ka pasur një përzierje racash, është normale. Por zonat malore kanë mbetur të paprekura sepse otomanëve nuk ju duheshin gjë, boll të paguaje taksën dhe për ta ishin në rregull. Po jo kaq nihilist, të lutem, jo kaq nihilist. Zonat malore po, por ajo Shqipëria e qytetruar, qytetet, Força, Kanina, Berati, Elbasani, Tirana, u miksën me lloj njerëzish. Patjetër. Për shembull domethënë le të shohim toponominë e Shqipërisë. Tiranë vjen nga persishtja, Kashar vjen nga persishtja, Yzberisht vjen nga persishtja, Elbasan vjen nga otomanishtja. Domethënë pastaj le të shohim se çfarë ndodhte në jugun e Shqipërisë. Deri kur u krijua Shqipëria, kemi patur grupe etnike, vlahe, bulgare, greke, të cilat shteti shqiptar i buldozoi dhe i shqiptarizoi me pahir, sigurisht shqiptarizoi edhe familja Edi Ramës ndër tjera. Patjetër, siç greqizuan, më fal. Gjysma e Greqisë sot është vlahe, kështu që nuk ka ndonjë çudi që shtetet nacionale tentuan në homogenizimin e këtyre. Dhe Greqinë e bën arvanitët që ishin shqipfolës, të cilët u asimiluan me dëshirë dhe u bën felen. Nuk të pëlqen ta thuash ishin shqiptar, se shiko, më ka bërë përshtypje nacionalizmi, ti antinacionalist, është i çuditshëm. Për shembull, njëri i quante grekët shqiptar, po që flasin greqisht. Tani se ka filluar edhe kjo, Ukraina si t'i quajnë rusofon, unë nuk e di se si mund të jetë njëri, mund të jetë rusofon, por nuk është rus, ose shqipfolës, por nuk është shqiptar, pa pasur gjuhë tjetër. Kur kam bërë doktoratën në Firenze, në Instituto Universitario Europeo, Olsi, me qenë se e ke bërë në Firenze dhe unë ti e di shumë mirë që ashtu siç ne kemi toponime perse ose otomane, italianët vetë kanë toponime gjermanike që nga Lombardia, që vjen nga Longobardët, për mos vazhduan më tutje, ose shumë toponime arabe në jug. Po kjo nuk e pengon formimin e një kombi, Po kombet formohen, po muhabeti është që kombet janë si puna e groshës, e fasulës. Që kur e bën fasulën, do futesh groshën, do futesh qepën, do futesh domaten, do futesh mishin, do t'i zjesh edhe del fasulja. Domethënë, kombet janë tradhim
dhe gatim i shumë grupeve etnike fetare në disa raste dhe njerëzve me kultura nga më të ndryshmet. Dhe domethënë teza ime është shqiptarët janë një popull që u krijuan në shekullin e 20, sikur janë edhe ukrainasit që i krijuan, domethënë çfarë ishte Ukraina përpara luftës së parë botërore? Ishte Poloni. Ishte pjesë e perandorisë ruse, pastaj u nda. Po, kjo nuk ka asnjë çudi. Rumunët vetë janë të tillë, grekët vetë. Bile po të them edhe një kuriozitet, ADN-ja e grekëve është 100% turke. 100%. Dhe kjo nga studime italiane, nga studime serioze. Çka tregon që grekërit vetë, si kom, janë pinjoll të otomanëve. Që janë boshti i Turqisë së sotme. Edhe vetë turqit, identitetin e tyre janë produkti i shekullit e 20 me ata turku, nëse ata nuk e quajnë vetën otoman. Ideja që ka kombe të pastra është një prallë me mbret. Domethënë një nga familjet më të rëndësishme në Greqinë moderne, Karamanlisët, janë turqë ortodoks që erdhën nga vilajeti Karamanit, ku ndodhen shkëmbimet e popullatave. E njëjta gjë ndodh sot në Turqi. Të shohësh figurat kryesore turke nuk janë turq. Erdogani është gjeorgjan. Davutogluja ishte tatar nga Krimea. Kenan Evreni ishte shqiptar. Mustafa Qemali ishte ndoshta Torbesh i Manastirit. Më falë se këtë Kenan Evreni ç'a ishte shqiptari, ishte Kenan Evreni? Shqiptar, po ka qenë ai generali që bëri kryeshtim. Okej, faleminderit. E njoh shumë mirë, po faleminderit që e përmend që pas ka dhe shqiptar. Po ka shumë shqiptar, biles po të shkosh në Turqi dhe ta njohësh nacionalizmin turk, turqit flasin për bejaz turk edhe kara turk. Kara turk i thon turqit e zi, ndërsa bejaz turk i thon turqit e bardh. Dhe kur shkon viziton fjala bie Stambollin, duket sigurie duke vizituar Kuçovën, se ke të njëjtat fytyra pak a shumë. Janë mysliman të bardh që kanë ardhur nga Bullgaria, kanë ardhur nga ajo që ne sot njohim Shqipëri, nga Greqia, nga Kosova, e tjerë, dhe këta persona u turqizuan. E njëjta gjë ndodhi edhe në Shqipëri. Një nga kryeministrat e parë të Shqipërisë, Pandeli Evangjeli, të dikush shton edhe lexon fondin austriak që kemi në Institutin e Historisë aty në Tiranë, ata thonë që ai nuk dinte të fliste shqip, fliste rumanisht me austriakët. Sigurisht e Salahuddin Shkoza, që u bë ministri i luftës i qeverisë Pandeli Evangjeli, që ishte etnik turk, që nuk dinte asnjë fjalë shqip. Dhe puna është se çfarë ndodhi shqiptarëve, ashtu sikur ndodhi edhe turqëve dhe grekëve, se nacionalizmi ishte një ide shoviniste, raciste, që urrente fqinjin e tjerë, ashtu sikur në Greqi ndodhi helenizim me dhunë i arvanitëve, i slavëve, bulgar, i vlehëve. Madje ata si bën masakra ndaj çambe kanë bërë akoma më të egra ndaj maqedonasve, ndaj bullgarëve të veriut. Ndaj bullgarëve, domethënë unë kur i shoh grekët, unë i njoh nga janë grekët. Nëse është grek i zi dhe brun, pak më i zi se sa unë, më brun se sa unë e kuptoj që ai është nga Peloponezi, është nga zonat e Athinës. Se ata janë me origjinë ndoshta egjiptiane, se kur Aleksandri i Madh shkoi në Egjipt, si duhet ta sjell shumë egjiptian, apo të shikosh kretasit, grekët e Kretës, ata janë të zlister, janë arab. Kurse kur i shikoj këta grekët që janë të bardhë, ta janë ose vleh ose bulgar, zonat e Selanikut, është një libër që ka bërë një historiane greke, quhet Fields of Wheat, Fields of Blood, e harrova emrin asaj, për tregon masakrat që bëri shteti grek, pas luftës parë ballkanike kur pushtoi zonat e Selanikut, ku përveç dobimit që u bë turqëve dhe muslimanëve shqiptar, shumë prej të cilëve u quan në Samsun të Turqisë e tjerë, gjenocidi më i madh ndodhi kundër ortodoksëve bullgar. Domethënë zonat që nga Follorina e deri në Aleksandropolis, për ata që kanë shkuar me makinë, e din sa po kalon Kapshticën që kalon për në Kristalopigji, që është autostrada që të çon deri në kufirin e Turqisë. Këto zona kanë qenë zona bullgare dhe vlehe. Por shteti grek i helenizoi me pahir.
dhe ti shohësh më ekstremistët e nacionalistëve grek sot, nuk janë atinjotët, janë Selanikacit, persona të cilët 100 vite më herët nuk ishin grek. Dhe ashtu sikur u prodhua një popull i ri grek, u shpikën grekët, se edhe termi grek nuk, domethënë, vjen nga latinishte, nënkuptoi ndjekësit e ritit bizantin, ndërsa termi që grekët adoptuan për veten e tyre ishte Helenos, dhe nga që mendoni që ne jemi pasardhësit e helenëve të lashtë, që ata nuk janë, dhe u zëvendësua termi që otomanët gjetën nga bizantinët dhe ruajtën, që i quanin Rumeliot apo Orumqi, dhe këta njerëz që i quanin veten Romans apo Rumeliot, si pasojë e nacionalizmit francez, ideve të iluminizmit francez. Që të jemi sakt, termi Bizant është një term i përdorur në shekullin e 20, sepse vazhdimisht janë thirrur perandoria romake e lindjes. Ose O Vasilea tonë Romajon, mbretëria e Romakëve. Po pra, nuk është quajtur kur Bizant. Ajo që thatë ju është shpikur nga francezët në shekullin e 20 dhe nuk është një term historik. Nuk e di nga ka... Dhe vetë në fakt otomanët, nuk e di a gaboj, po Stambollin deri në shekullin e 20 e kanë quajtur Konstantinopol, nuk e kanë quajtur Stambol. Nuk e di a jam i saktë në këtë pikë. Zyrtarisht e quanin Konstantinia, por me marrjen e Stambollit nga Mehmeti II, filloi të përdorej edhe termi Islambol, që do thotë shumë islam, sigur përdorej edhe termi grek Istanbuli, domethënë po shkoi për një qytet. Por kur Ataturku nisi reformat turqizuese, duke turqizuar veten parin, duke i dhënë mbiemër të vetit Ataturk, edhe pse Ataturku s'ka asnjë lidhje me turqit, edhe Konstantinopolis apo Konstantinopolit ju ndryshua zyrtarisht emri dhe u bu Istanbul që përdoret. Mos ja u thuaj këtë turqve se kur ja u thash një herë ekuipazhit të një nëndese turke që ishte në Durrës, desh më vran, domethënë. Po mos isha zëvendës ministër mund të ma bënin dermanin. Po dëgjoj, turqit janë më të çmendur se sa shqiptarët në nacionalizëm. Domethënë, ne në Shqipëri e kemi atë lloj tolerance që del dikur si puna ime apo patos Lubonja. Mos harrojmë diçka që janë ndërkombët e pakta në botë, 4-5 janë të tillë që kanë ndjenjën perandorake, janë vetë ndjenjën siç persianët e ndjejnë veten trashëgimtar të një perandorie.